Ndalo të lutem. Unë kam shumë dëshirë që ti lutem Perëndis, që ndoshta gjëra që ti kur nuk e ke imagjinuar që mund të ekzistojnë, Perëndia ti sjell në ekzistencë nëpërmjet mrekullive në jetën tënde. Le të lutemi së bashku, Zoti Jezus, personi që ka ndaluar tani në emrin tënd të shenjtur e sjell përpara fronit tënd me besim duke shpall se ti o Zoti Jezus je Perëndia i cili nga asgjë ke krijuar çdo gjë. Dhe unë besoj Perëndi që edhe në qoftë se ato gjëra që personi që ka ndaluar dhe me besim është përpara fronit tënd, ato gjëra nuk ekzistojnë, unë besoj Perëndi se ti nga qielli do i zbresësh. Në qoftë se ajo është shërim fizik, shërim shpirtëror, nëse është shërim mendor, Zot, unë nuk e di. Apo nëse janë nevoja fizike të ndryshme, Perëndi, nëse ka probleme financiare, o Perëndi i gjithë pushtetshëm, unë lutem tani në këtë moment për këtë person dhe shpall në emrin Jezus që mrekullit ndodhin për shkak se ne besojmë, Zot. Ne besojmë se ti je i gjallë, je i fuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm, ti Zot i cili ke mundur vdekjen. Pushtetin më të madh të keqes, unë besoj Zot i dashur, që ti mund të arrish që të plotësosh atë çfarë ky person ka ndaluar, ka nevojë. Në emër të Jezus Krishtit lutem. Amen. 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 Haleluja. Unë jam pastor Pauli Mileti, të bekoj në emrin e Jezus Krishtit duke shpall paqen, bekimin, mbrojtjen, begatin, dashurinë, pa kushtet Perëndis dhe një favor që askush nuk e ka merituar, por Perëndia na e ka ofruar nëpërmjet Jezus Krishtit i cili u flijua në kryq, i cili e mundi vdekjen, i cili është ngjitur në qiell dhe është avokati i të gjithë atyre që besojnë se ai është Zot dhe qëndron atje për mua dhe për ty. Deri në videon tjetër, mirupafshim.